Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, konsumoni djathë të bardhë dhe do I thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Kur bëhet fjalë për djathi, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë aq shumë sa nuk mund të mos rrinë pa e konsumuar. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë sëmundje të zemrës ose shtim të padëshiruar në peshë. Në këtë video, ne do t'ju japim të gjithë informacionin që ju nevojitet rreth përfitimeve dhe rreziqeve të shëndetit. Ka shumë mundësi zgjedhje kur bëhet fjalë për djathin dhe shumë mënyra se si shëndeti juaj mund të përfitojë prej tij. Djathi është një burim mjaft I mirë lëndësh ushqyese. Ai është një burim I pasur I kalciumit, yndyrave dhe njëkohësisht e proteinave. Gjithashtu përmban sasi të larta të vitaminës A dhe B12, së bashku me zink, fosfor dhe njëkohësisht riboflavin. Mundet njëkohësisht që të mbrojë edhe dhëmbët tuaj nga kavitetet. Sipas studimeve është treguar se djathi dhe produktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë dhëmbët nga dëmtimi. Është një burim I pasur I acidit linolenik të konjuguar. Djathrat me yndyrë të lartë përmbajnë sasi të vogla të acidit linoleik, I cili gjithashtu një yndyrë e shëndetshme mund të ndihmojë në parandalimin e obezitetit, sëmundjeve të zemrës dhe po ashtu mund të zvogëlojë inflamacionin. Mund të jetë I mirë për zemrën. Sipas ulëmtimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe njëkohësisht djathi kanë një efekt mjaft pozitiv për shëndetin kardiovaskular. Ato sigurojnë lëndë ushqyese ose kanë veti antiinflamatore. Rreziqet për shëndetin. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara nëse është I kontaminuar ose nëse keni probleme të caktuara shëndetësore. Ndotja nga listeria. Djathi ndonjëherë mund të kontaminohet me listeri, veçanërisht nëse është bërë me qumësht të pasterizuar. Kështu, ai mund të kthehet në një burim të madh infeksioni. Ekspertët e shëndetit këshillojnë shmangjen e konsumit nëse te etiketa thuhet se produkti është bërë me qumësht të pasterizuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gratë shtatzëna, foshnjat dhe fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit me mangësi imune. Është I lartë në kalori. Djathi është një ushqim I dendur me kalori. Në varësi të shumëllojshmërisë së djathit që ju hani, ju merrni rreth 100 kalori për të paktën 30 gram. I lartë në yndyra të ngopura. Disa ekspertë, edhe pse jo të gjithë, kufizojnë njëkohësisht marrjen e yndyrave të ngopura të dëmshme për organizmin. I lartë në krip, djathrat përmbajnë sasi të larta të natriumit, I cili gjithashtu mund të jetë një problem për njerëzit të cilët kanë presion të lartë të gjakut. I ulët në fibra. Djathi nuk përmban fibra dhe nëse e konsumoni së tepërmi, ai mund të shkaktojë kështu kapsllëk. Mund të shkaktojë alergji dhe intolerancë. Disa njerëz shmangin djathin për shkak të kushteve të tilla si intoleranca ndaj laktozës ose alergjia e cila vjen ndaj qumshtit. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë se cilat janë përfitimet shëndetësore më të mëdha që djathi sjell për ne. Djathi mund të ketë yndyrë dhe kalori, por nëse ai konsumohet me masë, me patjetër që kontribon në shëndetin e trupit në mënyra nga më të ndryshmet. Kjo është arsyeja pse djathi gjendet në tryezën tonë pothuajse çdo ditë. Përmban vitaminën e mrekullueshme B, vitamina B12, e cila përndryshe është e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga lodhja dhe njëkohësisht nga dobësia.
përmirëson njëkohësisht qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më rezistente, si edhe gjithashtu shoqërohet me një humor të mirë, siç e mbështesin edhe studimet të ndryshme lehtëson simptomat e depresionit duke kontribuar në një pamje akoma edhe më rinore. I dobishëm për zemrën, sipas studimeve të botuara, konsumimi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit sigurisht me moderim shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi me jetëgjatësi, pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë. I mirë për tretje. Bakteret të cilat gjenden tek djathi janë të dobishme në shëndetin e trupit. Konsumimi i djathit gjithashtu rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e baktereve në zorrët tuaja, të cilat, nga ana tjetër, mund të përmirësojnë tretjen dhe njëkohësisht metabolizmin. Është i pasur edhe me kalcium. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme kalciumi rrit ndjeshëm masën kockore dhe gjithashtu kontribon në osteoporozë. Për më tepër, kërkimet shkencore kanë vënë në dukje se kalciumi mundet njëkohësisht edhe të parandalojë shtimin në peshë pasi nxit djegjen e yndyrës dhe parandalon akumulimin e saj. Ka shumë proteina. Proteinat kontribojnë në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit, pasi studimet tregojnë se ato nxisin gjithashtu indet e reja dhe ndërtimin e masës muskulore në trup, djegjen e djamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin e plagëve. E kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë shumë. Një fetë djathësh ndërron edhe sallatën apo vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi në të kaluarën ka qenë një prej produkteve të bulmetit më të rekomanduara edhe nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që ai ka. Por ai kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për t'i marrë të gjitha vlerat e tij? Duke qenë se djathi është një produkt i cili konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm ku trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkt i bulmetit që organizmi ynë e tregtë më lehtë. Fal strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësohet edhe përthithja e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ato kanë veti antiinflamatore, ai ndihmon shumë tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, atëherë me patjetër ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm, si edhe të përthithjes së yndyrës edhe gjatë ditës. Një burim mjaft i mirë i proteinave. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.